Në qendrën rajonale për arsim profesional dhe trajnime Mosha Pjade, Tetov i shkolla e mesme bujqësore, sot është bërë promovimi i objekteve të renovuara me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për një investim me vlerë mbi 3.8 milion euro, e dedikuar për përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve për arsim profesional. Ivana Popovska, këshilltare për çështje evropiane e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, tha se obligim i kësaj ministrie në kuadër të projektit është të siguroj pajisje teknike profesionale dhe për këtë pritet të shpallet tender. Sipas saj, pasi që bëhet fjalë për një nga qendrat më të mëdha rajonale në vend për arsimin profesional, mbështetja do të vazhdojë dhe në të ardhmen nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Сме овде со повод промоција на реконструкцијата на регионалниот центар Mosha Pjade во Tetovo. Sot jemi këtu për shkak se përfundon mbështetja teknike që financohet nga Bashkimi Evropian, i cili ka mbështetur gjithë këtë proces të funksionimit të obligimeve operative brenda në këtë qendër rajonale. Kjo do të thotë se objekti shkollor renovohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës me mjetet të BE-s përmes projektit EU për të rinjt. Jemi këtu për të parë se çfarë është bërë në kuadër të rikonstruimit të objektit dhe ky rikonstruim ende vazhdon. Njëri objekt është përfunduar, ndërsa në dhjetor pritet të përfundojë edhe rikonstruimi i objektit tjetër së bashku me punë të rit, tha Ivana Popovska, këshilltare për çështje evropiane. Në ndërkohë, drejtori i kësaj qendre rajonale për arsim profesional, Aleksandar Koteski, tha se rikonstruimi ka një rëndësi të madhe, sepse dukshëm janë përmirësuar kushtet për mësim në këtë shkollë. Konstrukcijata je od golemo značenje, znači uslovite se besprekorni. Ky rikonstruim ka një rëndësi të madhe sepse e dini se si ka qenë objekti i vjetër dhe tani nxënësit kanë kushte moderne për të mësuar. Ashtu siç mësojnë edhe moshatarët e tyre në Evropë, nxënësit këtu i kanë ato kushte për sa i përket mësimit praktik dhe teorik. Me promovimet që kemi pasur të shkollës dhe me këto kushte që kemi, mendoj se duhet të tërheqim edhe më shumë nxënës dhe të rritet interesimi për shkollimin profesional, deklaroi drejtori Koteski. Me investimet e bëra, qendra rajonale për arsim profesional dhe trajnime Mosha Pjade në Tetov do të jetë më shumë funksionale siç janë inkluziviteti, digitalizimi, caktimi i koordinatorëve që duhet të marrin rol kyç në këtë proces, u tha gjatë promovimit të sotëm.